pse po vazhdon të funksionojë kjo pikë e karburantit të naftës jashtëligjshëm. Por cila është historia e këtij objekti që ka ngulur këmbë në një zonë që mbrohet me ligj? Pse Inspektorati i Trashëgimisë Kulturore nuk doli fare në teren? A mundesh me më tregu pse? Kush i hoqi shiritat kësaj pike të karburantit në mënyrë të jashtëligjshme? Në ngastrinë e Lartceikut nuk lejohet asnjë lloj ndërtimi. Apo e mbron dikush këtë kompani? Stacioni i trenit në qytetin e Pejës është një nga trashëgimitë më të rëndësishme kulturore në Kosovë, ku shpesh ka qenë në qendër të diskutimeve për shkak të pronave të saj përreth. Muajin mars, afër këtij aseti, është ndërtuar një pikë karburanti të naftës ku tashmë jemi duke parë që është edhe duke vepruar. Pavarësisht se kjo pikë karburanti të naftës nuk është pajisur me leje për ndërtim, por kjo nuk është e tëra. Por cila është historia e këtij objekti që ka ngulur këmbë në një zonë që mbrohet me ligj? Dhe si u bë që sot këtu e shihni kompaninë e derivateve Exvis? Në mars të këtij viti, prokuria themelore në Pejë kishte ngritur akt akuzë ndaj Gani Veselajt, pronari i një pompe derivatesh që quhet Ecogreen. Akt akuzave tjera ka 2 pika kyçe. Atë se objekti është pa leje dhe bashkë në një zonë që është në mbrojtje të trashëgimisë kulturore. Pavarësisht që inspektorati në komunën e Pejës ja kishte vënë shiritat këtij objekti për t'ia ndalur punën, i akuzuari Gani Veselaj, pronar i Ecogreen, kishte lidhur marrëveshje me kompaninë Exvis që kjo kompani tash shfrytëzonte këtë vend me qira. Pavarësisht vendosjes së shiritave që puna të mos vazhdonte dhe pavarësisht ekzistencës së një akt akuze kundër operimit në këtë zonë, e madje edhe që kërkon rënimin e objektit, edhe kompania Exvis ja vet letrat shtetit dhe vazhdon punën edhe sot. E kur jemi te letrat e shtetit, vlen të përmendet se kompania Exvis me letra ka ndihmuar si donatore pushtetin aktual, ku pasqyrat financiare të KQZ-s në një rast e tregojnë këtë kompani që ka ndihmuar me naftë lëvizjen vetvendosje në vlerë prej 21.000 euro. Kjo rast është pranuar me datën 25 mars të këtij viti dhe pas shqyrtimit të kallëzimit penal, pas grumbullimit të provave, me një afat optimal brenda 3 ditësh, prokurori i shtetit ka ngritur akt akuzë për veprën penale ndërtimi pa leje, si dhe veprën penale heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare. Njëkohësisht, brenda kësaj akt akuze, prokurori i shtetit ka propozuar gjykatës që pasi që të marret vendimi apo të shpallet akt gjykimi për këtë çështje penale, të bëhet edhe rënimi i objektit ku shpenzimet i shkojnë palës, e cila është e pandehur. Në këtë rast, kemi të bëjmë me një kallëzim penal të përshtatshëm nga Inspektorati Komunal i Komunës së Pejës dhe si prokurori brenda afatit optimal i kemi kryer gjitha veprimet hetimore ku kemi ngritur edhe akt. Derisa drejtoria e inspektoratit në komunën e Pejës kishte vendosur shirita në këtë pompë derivatesh, nga drejtoria e inspektoratit për trashëgimi kulturore në Ministrinë e Ajrullah Çekut nuk kishin marrë asnjë hap lidhur me rastin. Është interesant fakti se Gazeta Nacionale ka dërguar pyetje me datën 21 maj të këtij viti te drejtoria e inspektoratit të trashëgimisë kulturore në kuadër të ministrisë, dhe kjo e fundit 5 ditë më vonë, pra me 26 maj, i kërkon prokurisë që t'i zgjerojë hetimet. Për ta kuptuar më lehtë, në mars ka akt akuzë të ngritur rreth kontestit të këtij objekti, ndërkaq në maj, prokuria pranon kërkesë nga Inspektorati i Ministrisë që të zgjerohen hetimet. Përveç kësaj, Gazeta Nacionale ka siguruar të plot akt akuzën rreth këtij rasti, përfundimi së cilës veç tjera shtot. Dhe akt akuza vazhdon. Tutje akt akuza vazhdon me propozimin që të rënohet ndërtimi pa leje. Duke qenë se akuza e prokurisë, pronari pompës fillestare Ecogreen që më vonë ja jep Exvisit për shfrytëzim, Gani Veselaj ngarkohet me veprën penale ndërtim pa leje dhe heqje po dëmtimi vulave zyrtare apo shenjave. Ne kemi kontaktuar këtë të fundit, por që i njëjti ka refuzuar të përgjigjet. A mundesh me më tregu pse? Po ashtu Nacionale ka biseduar edhe me drejtoreshën e urbanizmit të komunës së Pejës. Imprakos ka bërë kërkesë me datën 2 prill 2025 ku ka kërkuar pëlqim të përkohshëm për konstruksionin metalik në ngastrinë kadastrale me numër 385/0.
Drejtoria për Urbanizëm ka refuzuar kërkesën me akt vendim refuzues me datën 7 prill 2025 me arsyetimin që kërkesa nuk mund të realizohet pasi që me hartëse zonale komunale në ngastrejnë e Lartcekur nuk lejohet asnjë lloj ndërtimi, pasi që ajo zonë është me destinim rrjetet e transportit. Nacionale ka kërkuar të kontaktoj edhe me kompaninë Exvis, po ashtu edhe me gjykatën themelore, si dhe me kompaninë Imprakos, dhe së fundi edhe me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, që nga kjo e fundit të kuptonin nëse kanë dhënë leje që Exvisi të operojë në këtë pikë, por nga asnjë prej tyre nuk kemi marrur përgjigje deri në publikimin e kësaj historie.